Kompania për furnizim me energji elektrike Kesko ka dorëzuar te zyra e rregullatorit të energjisë një kërkesë për rritjen e tarifave të energjisë elektrike rreth 21% për vitin 2026. Në lidhje me këtë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se në Kosovë qytetarët duan të kenë dhomat më të nxehta se sa që duhet. Gjë fakti që po ngrohemi me rrymë tepër. Përveç asaj që ngrohemi me rrymë, na ngrohemi shumë me rrymë. Temperaturat në prodhoma I kemi duke shumë të larta se sa që është normal. Ekipi ynë sot ka intervistuar qytetarët të cilët u shprehen të pakënaqur me kërkesën e ZRS, nga se kjo gjë do të vështirësoj edhe ekonomitë familjare, por nga ana tjetër reagime jo të mira pati edhe për deklaratën e kryeministrit Kurti. Mendimi jem edhe I popullit për rritjen e rrymës nuk është I mirë hiç. Jem gjendje të mirueshme. Na boll pa ta boll shtrajti. Kjo nuk është rregull për ne. Ndërsa reagimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti si e shihni? Jo mirë hiç, absolutisht so mirë. Është këtë e papërballueshme. Pse? Unë jam penzion, marr 150 euro në muaj. Çka më bën me 150 euro? Çka më bën? Borna, rryma, bërlloki, ujt, ku më mor, çka më bën? Kjo nuk ka mirë hiç, për ne nuk ka mirë. Na jemi me vojnë në buzë, a për ata o mirë se në fotele, i të morë pare sa të desht, të bo se shka, ka, ku I morën, ata dini. Ja, reagimin e ti në pramë kom kesha dhe kom shkim televizorin. Se ja nisi për hargjeni energji ma shumë, për hargjeni ma pak. Ajo është këtë punë e jemja, se unë e paguj. Unë kërë hargjaj, e di që më vjen faktura ma afrime. Kër nuk hargjaj, më vjen. Unë I për tas shoqës, në ledriten, bën ato, në temen. Po shpenzimet janë tash, është koha, është arë, nuk është si për para dhezën e ditës e në terë. Një qytetar tjetër u shpreh se rritja e çmimit të rrymës 4 herë brenda 3 viteve të fundit është e papranueshme. Për banora po din me reagu, e për qeveritas po din me reagu. Banua vish me mytë kretë. Unë nuk di që shka mjë bo. Se thënë qëfar jetë, qëfar katastrofë, qëfar shtrajtije modhe, për 3 vjetë, 4 herë më rritë rrymë ma vish në Kosovë ndodhë këtë canë. Ko më nëtë mja vjepë ka I qëndera, kështë pjo një mëj, ko 3 javë rritë rrymën, javë rritë çmimet asine, kjo është absurde. Për shtetin e Kosovë shkën ka bojnë. ZRE është në proces të shqyrtimit të këtyre aplikimeve dhe ende nuk ka vendosur zyrtarisht nëse do të miratoj rritjen e kërkuar apo do ta refuzoj.